Meleku që Allah e ka zgjedh me apru Kur'anin është meleku kryesor në qiell, s'ka më i madh, nuk ka më të madh. Për mes kujt e ka dërguar Allahu Kur'anin? A ka moni melek që të qëndë kuf, melek që të qeja që të kënjëzë? Apo? Ja. E ka dërguar për mes melekut, ku në këto jetë në këtë sura, ja ka për Allahu 6 cilësi të rëndësishme, do me thënë se kujna ndërmjetësuesit mes neve dhe mes Allahu Gjellahu me të regu që s'ja kemi dhonë gjithë kujnë dorë këtë Kur'an me të apru t'i poshtët. Kush e ka sjell? Rasul, i dërguar jonë, na e kemi zgjedh. Kerim, fisnik. Të karabët këtë titull Kerim, thash e kanë marrë elitarët. Meleku që Allah e ka zgjedh me apru Kur'anin është meleku kryesor në qiell, s'ka më i madh, nuk ka më të madh. Allahu Gjellahu tash fillon me përshu, kush u ki melek? Tha Allahu Azza dhi kuwa, ati që të mënë fuqi. Fuqia këto fillon i ka dy kuptime. Fuqi në kuptim të besnikris, i fuqishëm besnik në bartja, që ma vonë prapë të cilësot besnikria, i fuqishëm, i gatshëm me bajt amanete, s'lodhët. Dhe i dyti, i fuqishëm, s'ka kusha merë për u dhe e shpallën atëm. Shejtan më jam marrë, më ndërhy, me nalë iblisi, apo, me thonë, drej pak që ta se për paguj, apo, a din për mes kujt u akom dërgu në shpallën, për mes ati që i ka 600 palë krah, e cili veç me një krah i ka fut në vendbanimet e popullit lutit, apo, edhe i ka ngrit deri në qiell, i ka përplas pastaj për tokë, veç me një. Që ta akom dërgu në, që në matë më mirë, kjo edhe është me i mire, edhe i dashën fartë, po kjo edhe shuklakën e shtire katë. Se kjo veç me një shuklakë me bafut për huni, i ka do për para, kogja fartë i ka rahat okë. E këptu? Dhe i kuha, inde dhe në arshi me kinë, pas e Allah tha, te zoti i arshit, me kinë, ka pozitë. Subhanë, Allahu për thotë, va kam nërgu një që ka pozitë të unë atë. Të unë ka pozitë. Po të të njerës, a ka pozitë Gjibrili? Pa të ketësisht jo. Kanë shpik për ta. Kanë armitësit dhe tina. Kanë shpikën dhe tina. Allahu të unë ka pozitë. Inda dhe arshin me kinë. Muta'in, thëmë emin. Hala ka të si. Rasul, i dërguar, apo? Fisnik, i fuqeshëm, me pozit të ka Allahu dhe me autoritet. Muta'in, i dëgjushëm në qiella, kur fletaj këtë me lojë këtë heshtë, subhanallah. Kur pejgamberi e ka përmen Gjibrilin, në kuadrët asë që ka vojë për te ka thonë që, dhe ka mësu se, kur Allahu të vara këtala, ka me shpondën i lënë qiell, e bënd për meskujt, Gjibrili të dhe. Idha habba Allahu fulanin, nada Gjibril. Kër Allahu e dënë filanin, e thirë Gjibrilin. E i thëtë, o Gjibril, inni uhibbu fulanin fe e hibba. Unë e du fulanin, du edhe ti. E thirë Gjibril me akuntu, i pari që e din, nga krejt krijesat e Allahu, kanë e dënë Allahu është Gjibrilin. Sa ti Allah e dhe të filanin, unë e pedu. Edhe ti dush me dashtë. Pastaj i thot Gjibrilit, thërë tash në qiell. Allahu alem, qëfar hapsirë është e nazdim, nazdim me matë me këtë punë, është për te njësive matë se tonë ato. Allah mëso me lek ka, nuk e di, nuk ka numra në tokë që na mundu me to me numru, me regjistru me lajket, apo regjistrimi i me lajket. Së ne bëjmë këtë punë. Së jetë, wa ma ja'lemu gjunud rabbeke illahu. Nuk e din askur kushtrinë Allah, posë Allah, da e din sa i ka, ku e dim nëse veç për të që i ka folë pejgamberin, ko që ka të vlak ato, që i ka po një sënë miraj. Shumë! Sa të pejgamberi sa sa një sënë mirë, kër ka shku në utim në natës, do të kam hezë, në utune për qilë, asë sa një plomë, nuk ish ven që s'kish me lek. A kupton ti? I cili ose rënë të kom, ose për të ruku, ose për të sejgjde. Ja kupton këtë madhësirë dhe një. Kajtë ta gaditurin Gjibrilit të thëmë. Edhe e thot, Allahu e dënë filonin, duhin i kejtë, fe juhibbuhu ahlu s-sama.
Thot pejgamberi banut e qiellit e dojnë çat njëri ata. Na boft Allah me ty na. Panane. O përmend emnet. E Allah xhallahu ala thot kryert i nërsh. Motoj them me emin. Pastaj për është shumë besnik. Ky e bart me emanet, me përgjegjësi, të plot me besnikëri të pakontestueshme. Shpallën. Rafimi që do të flasim për të sa të ndërruar është një rafim interesant. Nga se personazhi i këtij rafimi është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa i dyti në këtë rafim është Gjibrili alayhi salam, meleku më i madh dhe i ngarkuar me zbritjen e shpallës nga Allahu xhallahu ala njerëzve të përzgjedhur që Zoti i përzgjedhur të jenë pejgamberët e tij. Muhamedi alayhi salatu wasalam kishte takim të kohë pas kohë me Gjibrilin. Ai e silte shpalljen, ajetet, e mësonte çfarë duhet bën, varësisht nga ajo që i japte Zoti xhallahu xhelalu. Andaj Zoti ia mësonte Gjibrilin, ndërsa Gjibrili mësonte Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Në fillim kur pejgamberi alayhi salatu wasalam e takoi Gjibrilin, e dini se u kapluan nga një frikë. Nuk e njohën kush është ky. Mirë po më vonë pastaj e bëri mikun më të mirë. Ndihej mirë këndshëm në shoqërinë e tij. Dhe nganjëherë vinte më shpesh Gjibrili, e nganjëherë vinte më rrallë. E nganjëherë edhe shkputej për një kohë caktuar, pastaj kthehej prapë. Kështu ishte shpallja e Zotit xhallahu xhallahu. Dhe me një rast Gjibrili nuk erdhi një kohë caktuar, jo shumë, po ishte mësuar pejgamberi më shpesh, tash e rrallonte nga pak ardhën, dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur sa transmeton Ibn Abbasi, dhe këtë hadith është në Buhariun e Sahihun e tij, se i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Gjibrilit në kuadër të asaj që është përmend, çfarë të pengon ty o vllajem që të na vizitosh më shpesh? Në kërkoj me vizitu më shpesh, më arë më shpesh, nga se prej ti mësante dhe në shoqërinë e tij ndihe mirë. Andaj kërkoj që ai të vinte më shpesh, takoj më shpesh me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe si përgjigje në këtë kërkesë, Zoti zbriti ajet. Dhe kjo është kërkesa e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe nuk u përgjigj Gjibrili, por u përgjigj Zoti i Gjibrilit. Në surën Maryam, në ajetin 64, Allahu xhallahu ala thot: "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, lahu ma bayna aydina wa ma khalfana, wa ma bayna dhalika wa ma kana rabbuka nasiya." Ne nuk zbresim ndryshe përveç se me lejen e Zotit. Ati i takon ajo që ka para nesh, ati i takon ajo që ka pas nesh, dhe çka ka mes këtyre dyjave, dhe Zoti yt nuk harron. Ky është ajeti që zbriti, dhe ky është rasti për çka zbriti ky ajet. Dobia e dy që ndjen për kësaj të ndërmjetësor është se Gjibrili është meleku më i madh. Pejgamberi sallallahu kur e ka pa, thot qad sadda al-ufuq. Don horizontin e kishte mbulu. Tash në vendin ton, kohën ton me mbulu horizontin nuk ka vështirë. Se një ndërtesë to mesi e mbulon as shati kur gjën aton më apo, se ka banesa. Me po shkretin me ta mlu komplet mos e pa për te kur gjë bajgut më koni madh. Apo? Andaj thot se ishte aq i madh, saqë nuk shihja për te i tij. I kishte 600 pal krah, i madh, krijesë e madhe, para mëna. Shtë, e pa imagjinuar për ne ato. Megjithatë, nuk lëviz pa lejen e Allahu xhallahu ala. Nuk lëviz pa lejen e Allahu te barekutaala. Ka melek tjerë të mëdhenj, të fuqishëm, nuk lëvizin pa lejen e Allahu xhallahu ala. I thot Zoti këtu, shko atje, shko këtu. Allahu thot për melekët: la ya'sun Allah ma amarahum. Nuk e kundërshtojnë Allahun në atë që i urdhënon ai. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dhe tërë atë që ata e bojnë melekët, realisht është
në nështrim dhe për ullin dhe kërkesat Allah xhallahu ala. A nuk e hap kjo përshtypjen e madhësisë Allah xhallahu ala sa është i madh? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Isra dhe Miraj, thot gjatë ngritjes në qiell nuk ka pas melek, nuk ka pas vend në qiell, madje asoj një plumb dorës, e që nuk kom pa melek në këmbë duke u falë, në ruku ose në sejdë kështu me radhë. Gjebraili apo ndryshe e njohur edhe me emrin Xhibrili, njihet edhe me emrin Ruhul Qudus, shpirti i shejt. Njihet edhe me emrin shpirti i shejt. Kështu Allahu xhalla xhelalu e ka përmend për arsye se ulemat kanë thonë njihet me emrin shpirti i shejt për shkak se ai e ka pru shpalljen të kretë pejgambert. Edhe sjellja e shpalljes nga Gjebraili alayhis salam, nga shpirti i shejt e ngjall shpirtrat e vdekur, i ngjall domethënë është për qëllim kur njeriu pason Kur'anin, e pason rrugën e Allahut dhe sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjan qetësi shpirtërore edhe nga një njeri i vdekur shndrohet në një njeri të gjallë, Kështu edhe Gjebraili alayhis salam, shpirti i shejt, e një prej emrave të tij është edhe ky. Kush është Gjebraili alayhis salam mesin e këtyre melekëve? Gjebraili alayhis salam është meleku më i madh i cili ekziston, krijesa më madhështore në botë, nga krijimtaria e tij. Më thonë më e madhe me trupe, me fuqi, me gjitha është Gjebraili alayhis salam. Në mesin e melaqeve është komandanti i krejt melaqeve dhe çdo melek është i nënshtruar dhe merr urdhra prej Gjebrailit alayhis salam. Pra, nuk ka melaqe më të afërt, më të madhe, më të vlefshme, më të fuqishme dhe me pozitë të Allahu xhaleshanu se Gjebraili alayhis salam. Ky është meleku numër 1, të gjithë vijnë pas tij dhe nuk ka mundësi dikush me nxan vënën edhe gradat këtij meleku. Ky është meleku që i merr urdhrat direkt nga Allahu xhaleshanu, pastaj për të shpërndarë te melaqe të tjera, të cilat do t'i përmendim domethënë në vijim. Pra, Gjebraili alayhis salam është kryesori i krejt melaqeve. Edhe melaqet kanë të ndëruar xhamatlin, kanë krah. Allah azza wa jall i ka përmend ka melaqe që kanë 2 palë krah, 3 palë krah, 4 palë krah. Pra një krah knena, një knena quhen një palë. 2 kne, 2 palë. E Gjebraili alayhis salam i ka 600 palë krah. 600 palë krah, ky melek i Allahut azza wa jall. Dhe madhësia e tij është madhështore. Ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregon se kur e ka pa Gjebrailin alayhis salam në formën e tij origjinale, ky melek e ka blloku, e ka nxan krejt gjithësinë mes tokës edhe qiellit me krahët e vet, apo me krahun e vet. E ka nxan domethënë krejt gjithësinë, çka mund me pas syrin e njerit, edhe çka s'mund me pas syrin e njerit, krahu i Gjebrailit alayhis salam e ka blloku. Para mendoje pastaj kokën e tij, trupin e tij, pjesët e tjera që detaj domethënë nuk i di se krijimtarinë e tij. Por gjithsesi paramendoj madhështinë e këtij meleku, largësinë edhe gjerësinë dhe gjatësinë e trupit vet, pastaj paramendoj madhështinë e atij që ka krijuar Gjebrailin alayhis salam. Allahu azza wa jall. Andaj njeriu subhanallahu nuk duhet bëhet me madh me mendu se kush është kur dihet se më i madh se ai është thjesht një krijesë me emrin melaqe, një krijesë me emrin Gjebrail, që krahas këtij është me miliarda, qindra miliarda herë më i fuqishëm. Pse njeriu mu bë mendje madh kaq që Zoti azza wa jall. Kur Gjebraili alayhis salam qëndroni në nënshtruar 100% para Allahut, pse ti mu bë mendje madh? Para atij krijuesi që ka kriju këtë Gjebrail, këtë krijesë kaq të fuqishme, pa vdekshme deri në kiamet, i fuqishëm me çdo gjë, edhe ky do ta përmendim se si qëndron Gjebraili Allahut azza wa jall i përulur e i nënshtruar edhe i thjesht para krijuesit vet. E pse njeriu të bëhet mendje madh? Kur nuk ka asgjë, pse më bë mendje madh? Përkundrazi duhet me qenë i nënshtruar para Allahut azza wa jall. Janë melaqet të padukshëm, edhe pse melaqet ndonjëherë shndrohen në fizionomi të njeriut edhe kontakton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka kontaktuar me Gjibrilin e ka pa 2 herë në formën e vet në të cilën Allahu dhul xhelal e ka kriju. 2 herë e ka pa. Pastaj radhët tjera kur i ka ardhur në fotografi të një sahabijut i cili ka pas emrin Dihjetul Kalbi.
e ka pas emrin, thot në fotografinë e tij ka ardhur Xhibrili. Dhe rasti që përmendet një hadith, i thon hadithu Xhibril, hadithi Xhibrilit, kur sahabët tregojnë se duke ndetur në me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, erdhi një njeri me tesha të bardha, të pastra, me flokë të zeza, i paplunosur, i pastër, i paplunosur. Nuk shifeshte në trupin e tij gjurmë të udhëtimit, nga sa atje kanë udhëtuar njerëzit me deve. Kur të vjen një njeri që sash këtu pari me deve, ai duhet të gjersitet, të plunoset, të duket se është udhëtar. Mirë po ki njeri që ul para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me tesha të bardha, i paplunosur, i pagjersitur, me flokë të zeza, i bukur, ul para pejgamberit, i vu durët në gjumë dhe tha: o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më trego çka është iman. Dhe pejgamberi tregon për imanin, i tregon për islamin e kështu me radhë, por në fund tha çdo herë kur e pyetke, pejgamberi u përgjigj, ka i thonë të sadakte, mire kje qashtu ashtë. Sahabët thanë: subhanallah, ki njeri që kur njëherë nuk është ullë para pejgamberit, e pyet pejgamberin, pejgamberi i tregon, ki ja vërteton, pak çudi ishte kjo, a? Tha: ja Resulallah, çka kjo punë? Ki njeri kur s'ka qenë mesin tonë, të bon pyetje, ti spjegon, ai ta vërteton. Tha: po, kjo është e Xhibrili, ka ardhur që mëson dinin. Thanë: ja Resulallah, po të na kishe tregu. Tha: unë nuk pata kohë t'ju tregu juve, si isha i angazhuar unë me to, po ju ta kishi përshëndet, ta kishi ngrit dorën, ta përshëndetshi, edhe ai do t'ju përshëndette. Sjellja shpallës të pejgambert. Mbajnë me mend, çdo pejgamber që nga Ademi alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shpallja nuk i ka ardhur përmes askujt tjetër përveç përmes Xhebrailit. Asnjë pejgamberit si ka ardhur shpallja përmes për shembull Israfilit, ose Melekul Mautit, ose dikujt tjetër. Vetëm Xhebraili. Xhebraili është, si me thon, ai postieri mes Allahu xhaleshanu dhe melaqeve. Xhebraili është ai i cili e merrte shpalljen nga Allahu, e ndëgjonte nga Zoti, fliste Zoti, pastaj ja binte çato fjalë, ja binte pejgamberve, ja binte Musës, Ademit, Ibrahimit, Idrisit, atij tjetrit edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe dini ju historinë se për herë të parë që u taku Xhebraili alayhis salam me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku kemi treguar domethënë te dersi Iqra lexza, dobi domethënë edhe reflektimet e fjalës lexza. Kemi thënë se ka shtrënguar Xhebraili alayhis salam fillimisht Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shumë e ka shtrënguar dhe i ka thonë Iqra, ka thonë nuk di të lexoj. Pastaj prapë ka shtrënguar edhe më tepër derisa ka dashur me dal shpirti pejgamberit alayhis salatu wasalam, ka thonë lexo, ka thonë prapë nuk di të lexoj. Prapë ka shtrënguar për drejtë, prapë ka thonë nuk di të lexoj dhe i ka thonë Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, ku dietarët kanë thonë se 3 herë i ka thonë Iqra. E para i ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, unë nuk lexoj. Apo si me thonë, s'du të lexoj, për arsye se s'ka ditë. E ka shtrënguar në dytë, i ka thonë nuk di të lexoj. I ka tregu që ti po më shtrëngon, po unë s'jam të ditë me lexu. Për herën e tretë kur e ka shtrënguar, nga frika se mos po vdes, nuk ka filluar më arsyetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po thjesht është në nështru, si dikush që shamën polici që e rrafin shumë dikan që son fajtor, edhe tasha nga rrafja e madhe detyrohet me pranu fajin. Kështu domethënë është edhe ajo që nga shtrëngimi i madh që të shpëtoj herën e tretë, mos ta shtrëngojë me myt kret, thot çka të lexoj pra. Edhe pse s'po di me lexu, pse s'po di me lexu, çka me lexu? Tregom ti veç mos më shtrëngo. Për herë tretë. Kjo është domethënë pse 3 herë, një herë ka mohu herën e parë, herën e dytë i ka treguar që s'di me lexu, parën ka thonë s'du me lexu, dytën s'di me lexu, tretën çka të lexoj. Kështu kanë komentuar disa dietar, domethënë 3 herë fjalën lexo, për herë tretë kur i ka thonë çka të lexoj, atëherë ka thonë lexo në emër të Zotit tënd i cili të krijoi. 5 ajetet e para apo 3 ajetet e para të surës Iqra, surës Alaq. Pra, kjo është takimi i parë i Xhebrailit alayhis salam me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber.